Një dukuri e keqe, një provokim i madh, një veprim i cili nuk përputhet jo se jo me fen ton, por nuk përputhet as me traditat tona kombëtare, ndodhi para një kohe kur në qarshin ton, në vendin ku është nis ndërtimi i qytetit dhe qytetërimit me xhami në mes dhe dyqana rreth e përqark për zhvillu zanate të ndryshme me të cilat mbahet gjallë jeta shoqërore dhe që synohet vazhdimësia e sojit njerëzor, dvin disa të huj me disa të mbrëmshëm për të huj nga kultura dhe tradita dhe të hapin një shoqat të njerëzve të smut. Të njerëzve të smut. Smut me definicion e mjekësis, e librave të mjekësis, jo vetëm për nga feja. Dhe ata që mundohen të mbrojnë homoseksualët, duke e përmenë se kjo nuk është smundje, po është përcaktim. Ata janë gabim të rësishtë të gjitha librat e mjekësis, kur flasin për këtë fenomen e paraqesin si sëmundje, nga e cila duhet ilaç, edhe duhet shërim. Dhe për këtë shkak edhe na si musliman të këtij vendit, të këtij qytetit, si trashëgimtar të kulturës së qarshis, e themi me plot gojë, publikisht, nuk jemi për këtë veprim që e kanë bërë ata, jemi kundër asaj dhe duhet i përdorim të gjitha metodat dhe mënyrat dhe mjetet e mundshme dhe të ligjshme për me e shpor, për me dëbu, për me përzon, për me kartirat, për me largu atë zyret keqe nga kjo qarshi e jona. Për me të regu publikisht se na nuk lejojmë që dikush na instalon antivlera, na instalon fenomene destruktive që janë ndam të krejt popujve, jo veç tonëve, po krejt popujve. Sidomos kur e dimi na se edhe fetarisht, po edhe nga tradita jonë kombëtare është e përbuzur kjo dukuri, është e kundërshtuar kjo dukuri, dhe nuk tolerohet në asë një formë. Ai që donë mi pas ata, le t'i bon ka në e vetë. Le t'i bon, dhe atje ku ka, na nuk kemi nevoj për kësi lloj produkti, të kësi lloj virusi, të kësi lloj sëmundjesh, që ata mundohen me na provoku me ta. Normalisht rinia jonë, rinia muslimane, rinia shqiptare, e ka kuptu mirë këtë provokim dhe i ka dhënë përgjigje. Më njëherë atë natë, edhe ka me i dhonë përgjigje vazhdimisht, se dosene, kur të mshtetin për muri, mos ki çka bën. Kur ai të provokon, e të mshtet për muri, ti s'ki zgjidhje tjetër përveç se me tregu unin ton, burnin ton, forcën ton, atëherë s'ki moti fajt. Fajti ka ai që ka provoku. Edhe pse ndoshta është prononcim dhe sqarim me vonesë, por publikimi i të vërtetës dhe lufta për të vërtetë dhe kundërshtimi i të keqes dhe lufta kundër të keqes janë parime thelbësore në fenë islame dhe që për to në të gjithë duhet jemi të gatshëm për të fliju diçka prej diturisë tonë, diçka prej kohës tonë, diçka prej mundësive tona, diçka prej agendave tona, diçka prej planifikimeve tona, edhe çka do që na del pastaj përpara me qenë gatshëm me ballafaqu. Andaj na nuk kemi dakord, jemi kundër dhe i thrasim ata që e kanë bërë këtë veprim, e kanë marrë këtë vendim, ta kthejnë vendimin prap, ta zhvendosin këtë zyre keqe, ogërsuze, pa dëshirueshme për ne nga ky vend ne ta çojnë ku dojnë ata, në vendet tona nuk kemi qef na me pas asnjë provokime, se pastaj nëse ndodh ndonjë incident, përgjegjësinë e incidenteve e bartin ata që kanë bërë provokimin, jo këta që kanë dhënë përgjigje.
Dhe kështu në kohën e fundit vazhdimisht u kemi thonë të gjithë dhe u themi mos akuzoni edhe shani ata që u japin përgjigje adekuate provokimeve, por menoni mirë para se ta bëni një provokim se si i përfundon, si i vjen fundi atij provokimi.